Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar në një lidhje të drejt për drejt nga Gjermania, inxhinieri dhe sipërmarrësi Aleksandër Runaj. Zoti Runaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Prej 14 vitesh ndodhesh në Gjermani, si kanë qenë fillimet e tua në një shtet të huaj, student aso kohe, i ri me moshë, tashmë je në një moshë tjetër, më i maturuar, por fillimet natyrisht janë të vështira, apo jo? Patjetër, fillimi ka qenë shumë i vështirë, për arsyen dhe pjesa më e vështirë do thoja unë e emigrimit dhe në atë moshë unë e lash Shqipërinë ishte vetmia. Aty e kupton se ndodhesh në një botë tjetër dhe ndodhesh krejt i vetëm. Por kupton në të njëjtën anë kupton edhe se familja është gjëja më e rëndësishme dhe gjëja më me vlerë që ka njeriu. Qoftë edhe për një moment apo për një sekondë të kisha nënën apo babain tim të më përqafonte, do ndihesha pak më i qetë dhe më pak i mërzitur se që isha në fillimet e mia. Cilat ishin arsyet që shkuat drejt Gjermanisë? Për studime të kurzuara, e kishte me dëshirë, fitove një bursë, si ishte ky rrugtim? Jo, arsyeja ime kryesore ka qenë për arsye se unë kam qenë shumë i mirë me nota në gjimnaz për matematikë dhe fizikë. Arsye kryesore ishte familja që më shtyu dhe më motivoi për të zgjedhur një shkollim jashtë vendit, të cilën unë nuk e refuzova, thjesht e pranova pa e menduar thellë, por besoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. 14 vite më parë, rrugët e komunikimit nuk kanë qenë aq të lehta se sa sot. Si ja bëja që të kishe sa më pranë familjes? Sepse kam përshtypjen që telefonat kanë qenë ndryshe aso kohë, Skype-i nuk ka qenë në këtë tashmë është Teams-i që është në një inovacion akoma dhe më të përparuar. Si ja bëja për të komunikuar? Faktikisht e kishim të vështirë, unë të flisja me familjen vetëm një herë në ditë, nuk e kishim dot mundësinë në ato periudhë, flas periudhën 2 vjet ka zgjatur ajo, pastaj ishte WhatsApp, Viber, me sa mbaj mend unë. Periudhën e parë flisja në lidhje Skype, vetëm një herë në ditë. Nuk kisha me këto aktualitetin si që jam mund të jem tani me nënën apo me babain apo me motrën, por që me sakrificë, por që pa diskutim komunikimi ka qenë dhe atëherë i përditshëm. Se vështirë ishte të ishe në një vend huaj, në një vend që paktën është krijuar një lloj miti që emigrantët nuk është si pranon që në fillimet e saja, integrimi është pak i vështirë. Si u gjende ti në një shtet tërësisht ndryshe? Jo, dëgjoj, unë këtë gjë e them me sinqeritet që nuk e kam hasur faktikisht për sa i përket integrimit dhe gjermanët nuk janë shumë ikpritës. Besoj se ky është një mit që nuk qëndron. Për çdo person që integrohet në Gjermani, mëson gjuhën, mundësitë janë. Unë jam një shembull që mund ta vërtetoj këtë gjë, se më lejo t'ju them se në shkollën time unë isha personi në gjithë shkollën, flas për klasat që ne ishim kur unë kam mbaruar studimet e mia, kam qenë i dyti mesatare më të mirë dhe para mua vinte pa diskutim një rus. Dhe mbas neve vinte një shtetas gjerman. Pra nuk ka në një formë racizmi që mund ta quaj, por nëse një njeri integrohet dhe do të mësoj shkollën, pa diskutim që mundësitë janë shumë të mëdha dhe janë njësoj si gjermanët, si europianët dhe si çdo shtetësi tjetër. Natyrisht ju keni shumë vite atje, komuniteti shqiptar në Gjermani është tejet i madh, keni pasur kontakte edhe me shumë të komunitetit shqiptar, të cilët kanë përjetime të ndryshme për mënyrën se si vendosen në Gjermani, po cilat janë gabimet që bëjmë më shpesh? Unë kam vendosur këtu dhe një vit para që të angazhohem vullnetarisht për të ndihmuar çdo shqiptar që ka nevojë që vjen në Gjermani. I bëj thirrje dhe gjej rastin edhe nga ju të them gjithë shqiptarëve që nëse kanë probleme mund të më kontaktojnë, ata më njohin në rrjetet sociale. Unë jam një person që i ndihmoj të gjithë shqiptarët të paktën të mos bëjnë gabimet që ne kemi bërë në fillimet tona. Gabimi kryesor i shqiptarëve është realiteti që kanë krijuar apo miti që kanë krijuar për Gjermaninë para se të vinë. Dhe natyrisht që gjendet në një realitet tjetër që është shumë më i vështirë nga ai që mendohet. Gjermania nuk është fushë me lule, në Gjermani nuk të shtrohet tapeti kuq sa vin, por të jep mundësinë dhe këtë mundësi ti duhet të ta shfrytëzosh. Vetmja gjë që Gjermania uren është dembelizmi. Dembelizmi nuk shkon në shtetin gjerman, ka strukturë, ka rregulla me të cilat ne si Shqipëri, ne si shqiptar e kemi pak të vështirë që ta normalizojmë. Se rëndësishme është gjuha në Gjermani dhe a mund të integrohesh në tregun e punës pa një gjuhë të përsosur, pa një gjuhë të paktën ta zotërosh në atë mënyrë që mund të përshtatet përditshmërinë, jo në nivele më të larta?
Atëherë punë në Gjermani dhe pa gjuhë, pa diskutim që gjem punë. Gjem punë, po të jemi të sinqert, gjem punë të rëndomta. Unë jam drejtues i një kompanie për certifikimin e sistemeve ngrose dhe ja u them me sinqeritet që unë nuk mund të marr dot një teknik i cili do përplaset ditën e parë që do shkoj në punë, do përplaset me gjuhën gjermane, do komunikoj, do ketë sistemet që i duhet gjuha, nuk mund ta paguaj si teknik, pa diskutim që do bëj një punë pak më të rëndomt dhe do jetë në rolin e një ndihmësi. Pra puna mund të jetë, ka shumë punë që kërkojnë ka nevojë Gjermania për punë, por nëse ti nuk gjen gjuhën, je automatikisht tek punët e rëndomta. Aleksandër, sa e vështirë është të kalosh nga një student, siç ishit ju, në një profesionist, më pas edhe në një sipërmarrës, të kesh një sipërmarrjen tënde në Gjermani? Do shumë punë, do shumë përgjegjësi, duke marrë parasysh sepse unë kam një eksperiencë 10 vjeçare në profesionin që unë ushtroj. Unë e kam filluar faktikisht këtë profesion që unë ushtroj nëpërmjet shkollës profesionale, pra Ausbildung që quhet në Gjermani, dhe nëpërmjet Ausbildung unë kam vazhduar dhe kam bërë trajnime duke përfunduar bachelorin për inxhinieri hidroteknike. Pra unë shkollën e kam filluar në një mënyrë praktike, le të themi. Nuk kam qenë pjesë e një shkollimi apo një studimi shumë teorik dhe pastaj kam filluar eksperiencën. Por përgjegjësia është shumë e madhe, të duhet shumë punë, të duhet shumë përgjegjësi që ti do të marrësh përsipër dhe pa diskutim që ja del. Çfarë të diferencoi ty nga tjerët që ngulmuan, e nisëm, por e ndërprejnë rrugës? Shko, këtë krahasim e kam pak të vështirë ta bëj, por unë e them vetëm për veten time, pa krahasuar me asnjë, se gjithë secili ka rrethanat e veta sepse duhet të ndërpresi një rrugë apo pse duhet të vazhdojë një rrugë. Unë kam qenë i vendosur në atë që kam dashur në Gjermani dhe nuk kam hequr dorë kur, edhe kur e mira nuk ka anuar në anën time. Nga eksperienca jote, kush ja del më shumë? Ai që ka një diplomë apo ai që ka një zanat? Kush e ka më të lehtë rrugën? Të dyja kanë vlerë, të dyja pa diskutim që diploma ka një vlerë të jashtëzakonshme, shkolla profesionale profesioni ka një vlerë të jashtëzakonshme, ai që ja del është ai që ul kokën dhe punon shumë. Këtë do thoja. Dhe kam dhe një thirrje për gjithë të rinjt apo për gjithë që vinë në emigrim, nëse do që të jetosh në Gjermani, duhet të zgjedhësh të paktën një profesion dhe atë ta duash dhe ta bësh mirë, ta bësh vërtet shumë mirë. Ju thatë, Aleksandër, që keni 10 vite në profesionin që ju keni, që e ushtroni në forma nga më të ndryshmet, në çfarë peripecish keni kaluar në këto 10 vite? Ka qenë çdo gjë e lehtë, apo? Jo, fillimet e mia kanë qenë pa diskutim shumë të vështira. Unë mua më është detyruar të punoj 7 ditë në javë për 3 vitet e para, sepse unë isha, siç e u thash, në një shkollë profesionale e cila në Gjermani është një dual, është një punë plus shkollë bashkë, që je 4 ditë në punë dhe 1 ditë në shkollë, dhe aty pa diskutim që dhe rroga që merr, të ardhurat që merr janë shumë herë më minimale nga një rrogë që mund të marrësh si një profesionist. Isha i detyruar të punoja dhe të shtunë të diel në një furrë buke, piqja buk, vazhdoja dhe shkollën. Pra, fillimi ka qenë vërtet shumë i vështirë, ishte shumë i gjatë, si fillim ishte diku te 3 vitet e para, por nëse ke qëllimet dhe do të arrish aty ku do të arrish, më beso, në Gjermani, në Shqipëri, në çdo vend të botës, i arrin. Ke ndihmuar shumë shqiptar, kjo e konfirmuar edhe nga kontaktet që un kam pasur më herët, por cilat janë problemet që ata hasin më shpesh? A edhe ndonjëherë a përfshihen shumë në problemet e tyre? Përfshihen pothuajse çdo ditë. Dhe problemi kryesor i shqiptarëve që vinë këtu është pa diskutim gjuha, dokumentacionet, byrokracia gjermane, zhgënjimi, por dhe koha. Koha e Gjermanisë. Po që problemi kryesor në të gjitha këto është pa diskutim gjuha. Gjuha shumë e vështirë për ne. Sepse dua ta them një gjë, fjalori shqip është pa diskutim njësoj si fjalori gjerman. Po artikulimi i fjalisë në gjuhën gjermane është shumë herë më ndryshe nga artikulimi i fjalisë në gjuhën shqipe, dhe këtu filloi problemi dhe ndërlikimi i situatës. Se vështirë është të hapësh një biznes në Gjermani, të paktën nga eksperienca jote, tashmë je një sipërmarrës. Nuk është shumë e vështirë, po siç thash që duhet të kalosh një përvojë tek ai profesion që ti do ta hapësh të biznes. Se biznesi është përgjegjësi e madhe, duhet të njohësh ligjet për sa i përket ekonomisë, financës, se si hapet një biznes, po duhet të dish edhe ligjet e profesionit që ti ushton.
Pra nuk është e vështirë, por është përgjegjësi e madhe që duhet të mbash në kulisë. A është tregu gjerman një treg i drejtë apo duhet fat, njohje, përtesë përpara? Treg shumë i drejtë, deri tani sa e kam hasur unë, është shumë i drejtë. Fat nuk mund ta quaj sepse fatin e bën njeriu. Njohje patjetër që duhet të kesh dhe në Gjermani dhe gjëja kryesore që duhet të kesh në Gjermani përveç integrimit dhe gjuhës është pa diskutim kontaktet dhe njohjet që ti duhet të krijosh gjatë rrugës. Qartë, por sa rëndësi ka disiplina, mentaliteti për të arritur suksesin? Disiplina dhe mentaliteti është, po ju them që arsyeja kryesore, gjëja kryesore që të shkosh drejt suksesit në Gjermani. Gjermania e uren dembelët dhe pa diskutim që asnjë dembel nuk ja ka arritur në Gjermani, pra duhet disiplinë shumë e fortë, duhet një rregull shumë i fortë, të cilën në Shqipëri e kemi, shumë shqiptar e kanë, por në Shqipëri flë pak pjesa e disiplinës dhe orarit dhe e rregullit. A ka pasur momente që ju jeni ndjerë i vetmuar edhe kur keni arrit suksesin? Ta them me sinqeritet që ndihem çdo ditë i vetmuar, dhe pa diskutim që sukseset personale janë krenari, ti ndihesh krenar, e bën familjen tënde krenar, por nga ana tjetër mendon se dakord, unë ja kam arritur vetë, por ato vite që mua më që unë gja jam darë nga familja, janë 14 vite tashmë, nuk mi kthen dot më njeri. Dhe nuk ka sukses në botë që të ma paguaj dhe ti mi paguaj këto vite që jam larg tyre. Cili është ndryshimi më i madh mes jetesës në Shqipëri dhe jetesës në Gjermani? Shpeshherë dëgjoj nga komunikimi që kam pasur me persona që shkojnë në Gjermani, thonë që është një shtet jo shumë social, mbyllen baret shumë shpejt, pas punës nuk është se ka shumë jetë gjallëri. Ekziston kjo? Jo, kjo faktikisht ekziston në qytete që janë dhe komuna që janë shumë në periferi. Unë jetoj në Düsseldorf, por në qytetet e mëdha të Gjermanisë kjo gjë nuk ekziston. Në Köln për shembull ka lokale dhe bare që janë pa diskutim 24 orë hapur. Köln është një metropol njësoj si Tirana. Pra, po jeta sociale ekziston në Gjermani, por ekziston ndryshe nga jeta sociale që është në Shqipëri. Për shembull nuk është arsye për të takuar, për të lënë një takim siç ndodhte ne që ne marrim thjesht telefon, hajde pimi kafe dhe kjo është arsye kryesore pirja një kafe. Në Gjermani kur një takim nuk është arsye kryesore një kafe. Po ne do pimi kafe, po arsye kryesore është një diskutim për diçka apo një lojë bilardo apo një lojë, pra kafja është gjithmonë një dytësore. Prandaj dhe nuk integrohemi dot direkt dhe nuk e kuptojmë këtë gjë. Nëse do nisje nga e para, çfarë do të bëjë ndryshe? Shko, jo se dua të tregojmë tani egoist, por me sinqeritet më të madh nuk do bëja asnjë gjë ndryshe. E vetmja gjë që do bëja, që kam filluar gjatë dhe po e ndryshoj dhe duhet t'ja u them, vitet e fundit po shkoj dhe po vi shumë shpesh në Shqipëri, jam gati çdo muaj në Shqipëri, nuk lë muaj të vitit që mos jem në Shqipëri dhe të jem pranë familjes. Vetmja gjë që po kam ndryshuar dhe kam filluar gjatë, është koha që duhet të shpenzoj dhe dua të shpenzoj me familjen time. Kjo do të thotë që do të kthehesh përfundimisht në Shqipëri në një të ardhme të afërt, apo keni plan që familjen ta marrësh drejt Gjermanisë, në Düsseldorf ku jeton? Faktikisht unë po shkoj çdo muaj në Shqipëri, nuk e kam menduar rikthimin konstant për të kthyer në Shqipëri, por si fillim, për momentin po e lë pezull të Shqipëri-Gjermani, midis Gjermanisë dhe Shqipërisë. Ju keni edhe një angazhim politik ndoshta për të bërë gjëra të ndryshe, si një njeri me perspektivë, me një jetesë në një shtet evropian, një nga më të mirët, që edhe pjesë e G7-s, një kolos ekonomik. Çfarë mendojnë që ka nevojë të ndryshe në Shqipëri, në këtë aspekt gjithmonë? Faleminderit për këtë pyetje, e vlerësoj shumë. Unë jam angazhuar politikisht në Shqipëri, dhe kam arritur të kuptoj dhe unë si e shikoj politikën, do të them, politika faktikisht është arti të bërit mirë për vendin tënd, nëse ti e do vendin tënd dhe do një ndryshim real të vendit tënd, atëherë duhet të angazhohesh politikisht. Dhe nuk po flas këtu as për poste dhe as për asnjë gjë tjetër personale. Angazhimi politik për mua është thjesht dashuria që kam për vendin tim.
por e shikoj shumë larg nga mënyra dhe sistemi se si është krijuar politika në Shqipëri, por unë do jem gjithmonë aktiv në jetën politike në Shqipëri, sepse e shikoj si armën më të fortë për ta ndryshuar atë. Mendon që si ju, që keni shkuar në emigrim shumë herët, në një moshë shumë të vogël, keni marrë një eksperiencë evropiane, ka shumë në të gjithë Evropën, por edhe gjetë në SBA. A mendoni që ka ardhur momenti që eksperiencën tuaj ta shkrini edhe në Shqipëri për të krijuar këtu një çet, pse jo dijesh, eksperjencash të shumë shteteve të ndryshme, po të bëra bashkë në një shtet vetëm që është Shqipëria në këtë rast? Ma besoj që këtë pyetje ja bëj vetes ditë për ditë. Unë e dua shumë vendin tim, jam I lidhur shumë me Shqipërinë. Kam shkuar në çdo cep të Shqipërisë, flas shumë për Shqipërinë dhe e ëndërroj atë ditë që të gjithë ne bashkë të kthehemi një ditë dhe ta ndryshojmë atë vend për mirë dhe të sillim pa diskutim eksperjencat tona. Por kjo gjë kërkon shumë unitet dhe kërkon pa diskutim në radhë të parë atë dhe dashuri. Nëse ne të gjithë e kemi këtë, atëherë është shumë e lehtë që ne të bëhemi bashkë dhe ta ndryshojmë atë vend. Aleksandër, cila është ambicia jote për të ardhmen? Sa I takon punës, sipërmarrjes që ke nisur? Pa diskutim që ta ngrë kompaninë time në një nivel shumë të lartë. Besoj se me punë dhe me disiplinë doja arri. Kjo është ambicia ime kryesore momentalisht, por dhe ambicia ime tjetër është ta shikoj Shqipërinë ashtu siç është, e bukur dhe pa diskutim edhe me një shtet që të ndihemi të gjithë krenar. Ka një komunitet madh, siç e thash edhe pak më herët, të shqiptarëve në Gjermani. A keni ura komunikimi, a bëheni shpesh bashkë, a ndihmoni njëri tjetrin? Pa diskutim shumë, unë urë komunikuese pa diskutim që kam rrjetet sociale, angazhohem me evente të ndryshme, sjell këngëtar nga Shqipëria, jam gjithashtu me një kolegun tim, çdo muaj kemi aktivitete të ndryshme, kemi një shoqat Tradita NV, pra kemi shumë mënyra se si mund të lidhim ura dhe si ta mbajmë traditën tonë. E vetmja unë angazhohem, siç u thash, me këto evente dhe gjëja më e bukur që nga këto evente është kur shkoj ata fëmijët e vegjël që vinë dhe kërcejnë dhe këndojnë në gjuhën tonë dhe automatikisht ndihem krenar sepse I kam shpjeguar dhe fëmijëve që lindin këtu se kjo është tradita jonë, kjo është gjuha jonë dhe këto janë zakonet tonë. Aleksandër, dhe një pyetje të fundit, ndoshta nuk do preferosh dhe të përgjigjesh, unë nuk e di statusin tuaj, ndoshta jeni lidhur, I fejuar, I martuar, pse jo, por nëse jo, mamaja, prindërit do dëshironi një vajzë shqiptare apo gjermane për nusën e djalit? Gjithmonë një vajzë shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Aleksandër që ishte me ne, faleminderit shumë për punën që bëni dhe faleminderit që ju keni një komunitet të madh shqiptarësh në Düsseldorf që I drejtoni më së miri dhe I ndihmoni më sa keni mundësi. Ju presim në Shqipëri për të kontribuar. Woo!